Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj një ditë të mbar dhe të bukur. Kur një njeri lë në trashëgiminë e tij një vepër që nderohet, ai kujtohet edhe kur nuk është më në këtë botë. E kur bëhet fjalë për artistët, vepra e tyre i jetëson çdo ditë sa herë ata i dëgjojmë të këndojnë apo të shpalosin talentin e tyre edhe kur lënë si kujtim këtë pasuri të madhe artistike. Viktor Paloka, mjeshtër i madh, ky rapsod që për shumë vite me radhë dha kontributin e tij me krijimtarinë e tij, por në lëvizjen artistike, megjithse prej disa muajsh është larguar nga jeta, gjithmonë kujtohet me respekt. Janë këngë, melodi, veprimtari të shumta të organizuara prej tij me grupet artistike, një krijimtari e bollshme në botimet që ai ka sjell, që e jetësojnë çdo ditë dhe që kur emri i tij përmendet kujtohet me respekt. Unë sot në studio jam me njërin prej bijve të tij, djalin e tij, Eduardin, i cili është drejtor i shkollës së bashkuar 12 vjeçare në Vaun e Dejs. Nadia, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta dhe shumë faleminderit për ftesën dhe për vëmendjen që i kushtoni artistëve jo vetëm kur largon nga kjo botë, por edhe kur ka qenë aktiv në jetën e tij artistike, pasi Radio Shkodra për Imat ka qenë një ndër hapat e parë ku ai ka regjistruar këngët e para në fillimet e karrierës së tij. Sinqerisht një falënderim shumë i përzemërt për ju dhe urime edhe për emisionin. Ju falenderoj shumë. Unë sot ju kam thirrur në këtë studio me shumë respekt për të ju gërmuar diçka zemre, diçka që ndihet më së shumti në shpirt. Të flasësh për babën është diçka nderuese, por edhe shumë sfiduese, sepse gjithmonë do t'i metesh borxh, apo jo? Unë sot kam 2 herë përgjithësi në të kuptimin e mirë të fjalës, sepse të flasësh për prindin, siç e the edhe vetë, është një borxh që s'e shlyejm kurrë, por të flasësh për prindin, për babën, artist, mjeshtër i madh, është përsëri një satisfaksion shumë i madh dhe një emocion i papërshkrueshëm. Unë jam djali i madh i Viktor Palokës dhe njëkohësisht jam edhe një bashkëpunëtar i tij që në fillimet e mia, sepse edhe unë kam një background ndoshta jo modest, pak më tepër, jo sa i madh sigurisht, sepse ai më ka mësuar që në hapat e parë edhe artin e muzikës. Më ka mësuar qiftelinë që 4 vjeç. Dhe këto janë momente të paharrueshme dhe pastaj jeta vazhdoi siç vazhdoi dhe ai dha shumë, jo thjesht për mua, për familjen, por për krejt zonën, për Vaudensin, dhe besoj dhe jam tepër i bindur që ai ka lënë dhe do ngelet i paharruar jo thjesht si Viktor, si mjeshtër, por si një përques i madh i artit dhe i kulturës në Vaun e Dejs. E ka dashur shumë Vaun e Dejs. Të them, e ka pas fiksim, nuk e teproj, sepse ai gjithçka e lidhte Vaudesi, në çdo aktivitet ku ai përfaqësonte edhe vetveten, se në fundit mund të flasësh edhe në emrin personal kur je edhe artist, por ai gjithmonë e kishte pikë të dobët, jam nga Vaudensi. Pastaj kur për kuriozitet njerëzit ndoshta edhe në fillime, ku është Vaudensi, pastaj thotë në Shkodër. Jo se kishte ndonjë, por Vaudensin e ka patur gjithmonë fiksim. Ai këtë ka treguar edhe tek këngët, tek librat, botimin që ka bërë. Me qënë se këtu në tavolinën e transmetimit të këtij programi janë disa prej botimeve të Viktor Palokës.
Dhe ne u ndalëm pikrisht tek vendlindja. Vendlindja gjithmonë është identitet, është dashuri, është krenari, është diçka që lëgjurm tek njeriu në formim, por edhe gjatë zhvillimit të tij. Unë dëshiroj të ndalem në disa nga vargjet e Vitor Palokës. I kushtohen pikërisht Wild Days. Veçorive të tija. Dhe ka titulluar Shumë dhunti janë 4 herë. Ka kam lujt, i kam ra, si Valdez nuk kam pa. Treve rall me shumë thesar, ma e veçantë në trollin shqiptar. Si me pa edhe me shkru shumë dhurata, s'kan të paguë. Cep e në cep krahin s'mera, mrekulli gjithkund me pa. Fusha, male, lumej e lugje, të falem zot që ja dhe hise. Këto dhunti si kam për hatër, shumë prej tyre janë nga 4. Ma e para e mirë që ka, në këtë krahin 4 kala, dalmat, sart, danj e qytetës. Tu i babal, ky popull jetës. Rreth kalash, vin 4, lumej 4, dri, gomsiqe, vom e gjadër. Rin krenar dhe 4 male, numrojnë 4 mineralet. Bakër, krom, magnes, kaulina, dhe për drit 5 turbina, në përsheku i të mira tona, në 4 rrethe shtrihet zona. Shkodër, Puk, Lezhë, Mirdit, e në këtë trev, kur suhodh drit, vetëm veshjet popullore, 4 janë lidh për dore. Zadrimore e mërtitore, katunare edhe malsore. Këtë ylber se ka kërkush, në çdo rreth hyp ku të dush. Rrugë makine nacionale 4 janë në fusha e male, Hali me Lesh e për Shqipni, Vaudejs Shkodër derin Malzi, për Koman me kap Gjakovën, rruga e Puks, Prizren Kosovën. S'kan të përshkruar këto ylber, shumë dhunti nga 4 herë, dhe tregon 4 stin të vitit për Vaudejs bukurisht shpirtit. E jashtëzakonshme. Është një pasqyrim teatral, një domethënë e rimuar, e hulumtuar, e përshkruar në mënyrën, unë them, më të mirë të mundshme. Si ka qenë në pamjen tuaj si fëmijë, si familjar, Vitor Paloka, artist? Ai gjithë jetën e tij ja ka kushtuar, përveç familjes, e dyta ka qenë arti dhe kultura, krijimtaria, një pasuri e jashtëzakonshme, e pashtershme që temi sinqert, kur ishte gjallë e tregonte, ose më saktë na e shprehte, duke thënë që këtë pasuri që ndoshta nuk e çmojmë aq sa duhet, ndoshta as vetaj, por do të ketë vlera në një moment ku ndoshta nuk do t'jem më. Ndoshta ishte ndonjë parandjenje tia që do t'i largoj kësaj bote shpejt, por tani e shohim dhe e ndjejmë që ka lënë një pasuri të jashtëzakonshme, kulturore, artistike, me gjitha çfarë, dhe shpresoj që të mos më tradhtojnë emocionet, por kur na merr malli për të, e kemi një klik larg. Hym, shohim, dëgjojmë këngët e tija, botimet e tija, gjithçka të tjen, e ka lënë një pasuri që nuk shprehet me fjalë. Si krijonte Viktor Paloka? Ju ishit ndonjëherë prezent kur ulej vargjet, rritnin, dora shkruante, zemra këndonte, si ishte ai moment? Ai ka patur frymëzim në shumë situata, në shumë momente. Ka qenë i aktualitetit, ka qenë i humorit, ka qenë krijimtaria e historisë. Domethënë, ai mjaftonte që të kapte fabulën dhe menjëherë vihej në veprim, dhe
shpeshherë madje kur shikoja këngët e tia pa e marrë vesh fare se kur e filloi dhe si e vazhdoi, veç kur delte në televizion, në media të ndryshme, e bëra këtë këngë, ka patur raste, nëse mund të jap një shembull konkret, kur është larguar nga kjo botë Papa, para pak vitesh, ai për 24 orë ka bërë këngën dhe ka hedhë në YouTube. Do të ka qenë një rast shumë i rrallë i pa. Pra, frymëzimet dhe ndjesitë e tij artistike kanë qenë një cilësi shumë e dallueshme. Shumë e dallueshme, tepër këmbgulës në atë që donte të realizonte. Nuk e teproj nëse mund të them që ai jetoi në këtë botë 71 vite, pa i mbushur 72, por nëse ka patur një njeri me ëndra në atë moshë, ai ka qenë një prej tyre. Akoma vazhdonte, kërkonte, hulumtonte, mbaronte një aktivitet, tani e ka rrollën tjetri, pikaste një aktivitet të arshëm, të afërt, të largët. Domethënë kishte shumë prirje për të bërë gjëra që unë jam i biri dhe nuk i imagjinoja dot, ose nuk i imagjinoj dot, jemi sinqert. Ai e kishte këtë vullnet, e kishte këtë këmbgulje, këtë guxim, Nuk mund të flitet për një personalitet arti apo një artist pa përmendur të gërshëtuara edhe cilësitë e tij humane, njerëzore, tiparet e karakterit, si gërshëtoheshin ato me veprimtarinë, me punën, me jetën. Pra, në aspektin njerëzor, cilat ishin ata karakteristika që e dallonin dhe që ai her pas here i fuste edhe në këngët e tij. Unë mund të them shumë fjalë, shumë gjëra, por nëse mund ta përmbledh me pak fjalë, ai ka qenë, jo se ishte babai im, por ishte universal në llojin e vet. Ishte një tip shumë i veçantë, i komunikues, bashkëpunues, i qeshur me njerëzit, kërkonte. E vërtet, ka patur një karakter shumë të çiltër, shumë të hapur, do të thosh. Në jargonin popullor, mund të them, ju hynte në hatër njerëzve. Domethënë në mënyrat e veta, në mënyrat artistike gjithmonë ajo ka qenë ajo arma e tij, nëse mund të them kështu, më e fortë. Dhe nëpërmjet artit ai ka komunikuar me njerëzit, nëpërmjet këngës, nëpërmjet librave, nëpërmjet fjalëve, nëpërmjet rimave, ka qenë një bejtegji mirëditor, mund të them. Ka pasur në për raste, në gëzime familjare, në shumë momente, ai të ka bërë këngën, të ka bërë strofen, domethënë. Si ka jetu familja pikërisht me Viktorin artist, sepse Viktori ishte një njeri punës, Viktori ishte një punonjës i një sektori shumë të vështirë, siç ishte minjera. Dhe të punoje nën tokë dhe të dilje mbi tokë me krijimtari të mrekullueshme, ishte një sfidë më vete. Ju familja, si keni jetu me një artist të tillë? Ka patur ato sfidat, edhe kjo pjesë ka patur ato sfidat e veta, sepse qoftë ai, qoftë edhe ne, e kemi, po e themi në atë kuptimin e mirë, e kemi mirë kuptuar njëri tjetrin, e kemi duruar njëri tjetrin, sepse nuk ishte lehtë as për atë që të, po themi në thojë, atë sakrifikonte deri diku edhe familjen për të ndjekur rrugën artistike, për të udhëtuar nga vendlindja e jonë që është Gomsiqja, e Vau të Dejes, për të ardhur për të ndjekur aktivitetin në Shkodër apo edhe më larg se në Shkodër, ku ka patur aktivitete, prova për të shkuar në festivale të ndryshme kombëtare dhe mbarkombëtare, por sigurisht që ne kemi patur atë mirëkuptimin, durimin, sepse thash shpeshherë. Ju vetë interesoheshi për aktivitetin, për këngën, për absolutisht. Ne ishim të interesuar dhe jo vetëm thjesht interesuar, por edhe njëkohësisht satisfaksion dhe gëzim kur qëllimet e tija arriheshin në aktivitetet që ai zhvillonte kudo ku ai shkonte, brenda dhe jashtë vendit, dhe kjo na bën ne që të jo thjesht të ndjemi krenar, por edhe kemi çfarë
tregojmë jo thjesht miqve, por edhe diçka që ai na e ka lënë sinqerisht pa e ditur se ç'po linte ai dhe pa ditur se çfarë po shohim, po dëgjojmë ne nga aktivitetet dhe nga 7 festivale të Gjirokastës. Të Gjirokastës, po. Por edhe një aktivitet jashtëzakonshëm me Shtëpinë e Kulturës në 15 vite. Vaun e Dejës, 15 vite. Ndërkohë që gjeografia e lëvizjes së tij është mjaft interesante. Punëtor i nën tokës në Minjerë, por edhe aktiviteteve të shumta, më në fund bëhet edhe punoj skulptura i Minjerës, derisa merr drejtimin e Shtëpisë së Kulturës me një aktivitet jashtëzakonshëm, me një pjesëmarrje brenda dhe jashtë vendit, ku fiton çmime të para me grupin e Shtëpisë së Kulturës. Është diçka shumë interesante. Aty Vitor Paloka. 15 vite e kam atë njohuri dhe mund të flas pa ndrojtje. 15 vitet e fundit që ka punuar në Qendrën Kulturore në Vaun e Dejës, kanë qenë ato, mund të them, vitet më aktive, që nuk harrohen kurrë, sepse kam qenë edhe afër tij si bashkëpunëtor. Ai arriti të krijonte në Vaun e Dejës, në Qendrën Kulturore të Vaut Dejës, edhe deri dhe një këshill kulture që punonte vullnetarisht. Domethënë i mbledhte periodikisht në një herë në muaj vetëm Këshillin e Kulturës, domethënë aktivizonte, saqë çuditësha. Unë punoj në shkollë dhe thamë ne kam vështirë të bëj një herë në muaj mbledhje, ti mbledh vullnetarisht, pra diçka që besoj që pranohet pak edhe sensi humorit në këtë rast. Por ai e kishte atë vullnetin, kishte atë, siç e thash më përpara, atë hatrin, sepse njerëzit ja kishin hatrin dhe ky ju kishte hatrin aty. Kishte mirësinë dhe kishte një mënyrë thithje, po e themi kështu në atë kuptimin e mirë, dhe nuk e refuzonte askush në të raste. Kur bëj fjalë për artin dhe për kulturën, nuk gaboj, por paga e tij në fillim ishte, sa që shpeshherë thoshte edhe vetë, nuk di, am del paga, thote, për me mulu shpenzimet e aktiviteteve, lëne për ta sjellë në shtëpi. Kjo është një nga ato sakrificat që unë desha ta thoja pak më përpara. Pra ka pasur një vullnet të jashtëzakonshëm për të arritur qëllimit me çfarë do lloj çmimi. Në vitin 2020, në shkurt, unë kam zhvilluar një intervistë me Vitor Paloka në këtë studio. Ka thënë gjëra të bukura, interesante. Natyrisht ne nuk mund t'i përmbledhim komplet gjithë intervistën, po me lejen tuaj a mund të transmetojmë një fragment? Është moment ku mund të ndalemi. Këngën e kam pas në planin e dytë jashtë punët. Unë kam punuar në gjeologji miniera. Po. Dhe unë këtu në Radio Shkodra, ku kam marrë për herë të parë për të ngjëzuar, kam marrë bicikletë. Nga Gomsiqja Vaudej. Gomsiqja, sepse Vitori është nga Gomsiqja. Këtë e kujtonte i ndjeri Paulin Shtjefni, i nërumi im shpërjet. Ai e kujtonte disa herë këtë, që Vitori vinte në bicikletë. Po një pasion i madh ka ba? Patjetër që po. Unë kam punu me turnë atje, kam punu turi 3 dhe turi 2, dhe unë nuk e kam janë këngën në Vaudejs dhe në Radio Shkodra. Dhe si kujton ato vite, sepse në programet e radios kanë qenë 2 ditë në javë, nga ora 1 deri në 1:30 ditë hana dhe ditë premte. Unë besoj se interesi sidomos i fshatit, edhe në qytet, sepse ato kanë vlerat shumë të bukura, ka qenë i madh dhe gjithmonë kishin interes rapsodët, a do dalë në këtë program, a do dalë të ejten, të premte. Ajo ka qenë, ato 2 ditë kanë qenë 2 ditë më të arta të rrethinave ku ka shku Radio Shkodra, ku është ndëgju, vala. Edhe ato në atë orar të gjithë lenin punën, gjithçka lenin. Vetëm për të dëgjuar rapsodët deri në fund. Bile e një sot, edhe sot një person tha, na kena lënë baktin në mal, tha, për të dëgjuar rapsodët në Radio Shkodra, tha se ishte knasia ma madhe. Veç kam marrë çifteli në dorën nga gjyshat, 2 gjyshat,
baba i babës, që i ka ra qiftelisë që as nuk shyti si ka ra ma mirë. Edhe ai ma ka mbjell mu, dhe baba i nanës, Prend Paloka. Gjyshi jot nga baba, dhe gjyshi nga nana? Frok Alia, Frok Det Biba. Derim. Ai ka kënu, ky ka ra qiftelisë, dhe këto dyte tani më kanë fut në klap, në kuptimin e fjalës, dhe më kanë bërë që unë të ecem me qeftelinë. Së pari kam filluar të bi, pastaj kam filluar të këndoj, edhe kënga ime ka qenë nëpër gëzimet familjare, kryesisht atëherë. Po. Pastaj në vitin 70. Si e more ti qeftelinë në fillim, ai gjyshi Paloka ja merrsh duke pa atë unë. Duke pa, ja merrsh nga një tinzash edhe gjyshi të thotë mos i ai kishte qef. Kishte qef. Për atë edhe për vallën, shumë se ishte edhe vetë, edhe vallëtar edhe vetë. Po më e bukur ishte se unë shkoja nëpër kushinit që e kisha në lagje, dhe ku do shkojsha kapsha qeftelinë unë. Sa që disa fillonin të më ndalu se e kuqa nga një herë, diçka kështu. Kaq dëshire kisha, dhe ku shkoja nëpër shtëpia, ku do që shkoja, nëpër njerëzit të mi, shikoja a ka qeftelia jo. Dhe a do më thonë me kënu, as do të më thonë. Pra, lodra jote më e dashur që në fëmëri, qeftelia. Pastaj, në vitin 70, kam fillu me skenën. U shmallët pak? Me gjithë që ju thatë, këte e bëjmë vazhdimisht, kemi një klik dhe aty a është i pranishëm, apo ja? Sa herë që na mungesën janë ndjejmë çdo moment, por kur duhem edhe të çmallemi të po një njeri i tillë jeton gjatë. Kjo është. Si përjetoi Vitor Paloka çmimin ose nderimin mjeshtër i madh? Ka qenë kulmi i tij, më thënë drejtën. Kulmi i karrierës tij, e kishte ëndër në kuptimin e plot fjalës, domethënë sepse duke pa gjithat kontribut, gjithat aktivitete, gjithat angazhim, një jetë të tëra, 50 vite, një gjysmë shekulli, nuk janë pak. Edhe ajo thotë do ishte shpërblimi më i madh që mund të më jepej, sepse nuk e teproj nëse them që ai me të vërtet mori titullin mjeshtër i madh, por ishte mjeshtër me të vërtet i fushës folklorit kryesisht, i rapsodisë, i artit dhe i kulturës në zonën e Valldesit dhe më gjerë. Kjo është më se vërtet, pasi Viktor Paloka ishte një rapsod, por ishte edhe një personalitet që lidhej me kontributin e tij në fushën etnokulturore. Përndryshe, ai nuk do të kishte gjithë këto botime, të cilët i drejtohen pikërisht vlerave kryesisht që ka zona e tij Vaudeis, krijimtarisë së tij dhe për më tepër veçanësive që lidhen me zonën, që janë një ushqim i jashtëzakonshëm shpirtëror i popullsisë në fushën e artit dhe të kulturës. Po përmend titujt e librave të tij. Në 2003 janë këto dy botime. Një jetë me krijimtari dhe Vaudeis ndër breza, ku mund t'i referohesh pikërisht anëve të ndryshme të krijimtarisë, por edhe të vlerave që përçohen në zonën e Vaudeis. Në fillim të programit unë lançova disa nga vargjet e Vitor Palokës, por në këto botime janë të detajume shumë karakteristika që ka zona. Më pas 10 vjetësh, ai ka një botim tjetër. Vaudeis i vogël me vlera të veçanta. Këtu ka të përfshim figura kryesore, këtu ka të përfshir emra, këtu ka të përfshir veprimtari, këtu ka të përfshir rapsod të njohur, të përmendur e të pa përmendur. Dhe kjo është një libër referencë mbi aktivitetin dhe çdo gjë të zhvilluar në zonën e Vaudeis, për të vijuar në botimet më fundme. Një jetë me këngën dhe vargun shqip për kombin dhe vendin tim, botim i 2023-shit, që ka qenë pas momentit kur ka martillën mjeshtër i madh. Mjeshtër i madh.
e ka ndjerë si detyrim, si Sigurisht. duket, ta dokumentoj, dhe këtu janë vargje të pafund dhe natyrisht një Botimi i marrëdhënie e jashtëzakonshme që ka pasur edhe me të tjerë artistë që e kanë vlerësu, për të cilët ai ndjehet mirënjohës dhe që natyrisht ka shkruar dhe ka hedhë kujtimet e tij. Ja, për shembull, këtu e kam tek faqja kur profesor Tef Topalli për Viktor Palokën shkruan në librin Zadrima letrare. Edhe këtu zëvendë figura e Viktor Palokës për të vijuar me një tjetër botim që është Shtëpia e Jakut. E ka shkruar në këtë dialekt, jo shtëpia, Shtëpia e Jakut, për të treguar trashëgiminë historike ndër breza të familjes tonë, përardhjes nga Vimne. Këtu desha të ndaloj pak, jo se nuk meritojnë edhe botimet e tjera, por tek libri i fundit, botimi i tij fundit që ka bërë, është autor i librit Shtëpia e Jakut, i një dokumentari kushtuar Shtëpisë së Jakut dhe një këngë kushtuar po Shtëpisë së Jakut. Pra i ka bërë një jehon, jo se nuk e meritonte, por jehonën që i duhej dhe që ka, thash, libri i përfshin të gjitha, dokumentari që janë në rrjetet sociale të ndryshme, dhe ka një histori shumë interesante për të cilën i përmbledhen në dokumentar dhe në libër, por edhe në këngën që ai ka krijuar pikërisht për Shtëpinë e Jakut. Prej nga ne rrjedhim. Viktor Paloka kishte një themel artistik nga vinte, nga gjyshi. Por meqense ai ka trashëguar një familje relativisht të madhe, 4 djemë të një vajzë. Eduardi, djali më i madh, është instrumentist. Unë kam mbaruar edhe shkollën e muzikës për instrumentin e klarinetës dhe kam ndjekur, ishte ndërtia që të paktën dikush nga ne të vazhdonte dhe unë ja plotësova këtë dëshirë duke patur edhe dhuntit, me thënë të drejtën. Këtu më lejoni që të citoj diçka që kur miqtë e tij e pyetnin vazhdimisht, po pse vetëm kaq pak e kanë trashëgu nga baba im këndon ka kënduar në karrierën e tij me agjen tim, me Toninin, kanë qenë një dyshe e pandar deri ditën e fundit të jetës tij, dhe ka qenë një jo thjesht një vëlla, por një përkras, një bashkëpunëtor shumë i vendosur dhe i denj për babën tim, dhe që të vazhdoj citimin që nisa, kur e pyetnin miqtë e tij, njerëz të afërm, pse kaq pak, vetëm një djalë ka vazhdu. Po nëse përgjigja e babës ishte, po nëse gjithë kemi me kënu, atëherë kush ka me punu? Edhe thoshte me atë mënyrën e tij, me rim si gjithmonë. Por në fakt edhe mbesat e tia, vajzat e mia, 2 vajzat ja kanë plotësuar dëshirën, sepse e kanë në kohën që ai ka qenë në punë, i aktivizoi shumë për aktivitete ndryshme si valltare, në fushën e koreografisë dhe ja kanë marrë atë dëshirën e tij dhe asnjëherë nuk e kanë refuzuar, sa herë që ai kishte, madje i ka botuar, i ka fotot e tyre, i ka edhe në për librat që ka botuar. Dhe që të them atëherë, sepse ne të flasim për mjeshtin e madh, nuk po i them ndryshe, por duhet jo një emision, por duhet diçka më gjigande. Gjithmonë nuk janë këto biseda shtërruese, sepse ne e tham në fillim, gjithmonë mbetet diçka borxh. Jo çdo gjë thuhet me fjalë, çdo gjë ndjehet më së shumti. Megjithatë, këto janë botimet që Viktor Paloka ka lënë. Kishte diçka të pabotuar ose që kishte në projektin e vet, sepse ju tha pak më herët, megjithse ishte në një moshë të caktuar, 71 vjeç, për atë moshë ai kishte ëndra shumë të mëdha. Absolutisht. Për të plotësuar edhe këtë që ju sapo thatë, ai botimi i fundit ka bërë një përmbledhje, por tani pas largimit të tij nga kjo botë, kam bërë edhe unë disa kërkime, disa ulëmtime tek ato që ka lënë, por ka lënë gjëra që shpresojmë që në një të ardhme jo të largët t'i hedhim në botim në shtyp, sepse
shumë ka botuar, por prap ai ka qenë një burim I pashtershëm. Këtë do ta pranojmë. Të flasësh për një artist, të flasësh për një rapsod, të flasësh në rastin e Eduardit për njeriun e shtrenjtë, prindin, babën, të flasësh për një punonjës të pa epur të kulturës, por dhe një punonjës që nuk e refuzoi asnjëherë frontin e vështirë. Është të qëndrosh në sfidat e tij, por edhe në arritjet e tij. Kjo është e bukura, kjo është mozaiku I jetës. Besoj ndjeni shumë krenar, edhe kur ju thon ky është djali I Vitorit, Vitor Paloks. E kemi patur, e kemi dhe do ta kemi gjithmonë për krenari, që jemi bitë e tij, që jemi pasardhësit e tij dhe trashëgimtarët edhe në fushën e artit dhe kulturës dhe folklorit. Një miku jon I familjes më thoshte në një moment pas vdekjes tij që barë të madhe ke mbi supe dhe sinqerisht ajo barë më duket sikur do të më rëndoj vazhdimisht sepse emri I tij nuk është e lehtë që ta përfaqësosh dhe ta trashëgosh. Megjithatë, ju u bët dhe jeni njerëz që me ballin lart përfaqësoni një njeri të paharruar, siç është Rapsodi, por edhe një personalitet që lidhet me vaun e Dejes, që ka dhënë kontribute në veprimtari të ndryshme në fushën e botimeve, duke u drejtuar fushës etnokulturore dhe që mban titullin dhe është e vazhdon të jetë mjeshtër I madh. Sa herë ju e sillni në mendje, sa herë përkujtohet, sa herë ngjoni krijimtarinë e tij, sa herë përpara keni figurën e madhe të babës. Dëshiroj t'ju falenderoj shumë që erdhët në këtë mikrofon për të folur për mjeshtrin e madh, Vitor Paloka. Faleminderit edhe një herë sinqerisht për mundësinë që më dhat që të bëj një përshkrim të jetës, veprimtarisë dhe krijimtarisë së babës tim dhe mirënjohje për ju që I respektoni dhe I vlerësoni këta njerëz përsëris që siç e thash edhe në fillim që jo kur janë gjallë por edhe në momentet kur ata nuk janë më ju kujtoheni për ta dhe për këtë meritoni një respekt dhe mirënjohje të veçantë. Dua t'ju falenderoj unë ju. Faleminderit.